Gjermania apo Maqedonia? Jeta e një mjekëtëri në këto dy vende ose sisteme të ndryshme. Gjatë viteve të fundit, me mijëra mjek u larguan nga vendlindja për në Evropë. Disa për një rrogë më të madhe, disa për jetë më të mirë, për karrierë dhe disa për shkaqe të tjera. A është gjithçka më mirë në Evropë dhe a është çaq keq në vendlindje? Këto janë disa pyetje shumë të rëndësishme, por edhe të vështira. Si mjek i ri i cili ka punuar për 2 vite në Maqedoni dhe tani më shumë se 2 vite në Gjermani, në këtë video dëshiroj të shpërndaj me ju eksperiencën time dhe disa dallime të cilat unë i kam vërejtur në këto 2 shtete ose 2 sisteme të ndryshme. Të fillosh të punosh në Maqedoni si mjek i ri, sapo i diplomuar, është shumë më lehtë se sa të shkosh jashtë vendit. Sepse ti fillon të punosh në vendin ku je rritur. E flet gjuhën të cilën e njeh dhe je me njerëzit e tu. Dërsa kur del jashtë shtetit, ti duhet shumë gjëra të sakrifikosh. Të mësosh një gjuhë e re, të shkosh një sistem të ri, vend i ri dhe thjesht gjithçka e re. Sigur një jetë tjetër. Në Maqedoni, si mjek i ri, e fillon ose e vërren shumë më shpejt se ti fiton respektin nga pacientët. Normalisht, ti je ambicios pas studimeve, sepse ke harxuar vite për të arritur këtë, dhe punon fort. Dhe kjo tregon një rezultat të shpejtë. Të respektojnë dhe je i dalluar, doktori. Kjo në Gjermani nuk arrihet qaq lehtë. Sepse thjesht pacienti thot, ti paguhesh për këtë, dhe duhet ta bësh këtë. Nuk e ke atë ngrohtësinë mjek pacient si në Ballkan. Këtu është raporti më i ftohtë. Me kalimin e kohës, në Maqedoni e vërrejnë se ai respekt nuk është edhe qaq i sinqert. Kjo është ana negative. E vërrejnë se njerëzit thjesht respektojnë për të shfrytzuar për të arritur qëllimet e tyre. Ndërsa në anën tjetër në Gjermani nuk e ke këtë. Thjesht paguhesh për këtë, fiton mirë dhe kur del nga puna je i qetë. Në krahasim me Ballkanin ku ti edhe jashtë punës, edhe në shtëpi, je mjek dhe duhet të përgjigjesh. Ke thirrje, kërkohen këshilla nga ty dhe ti je gjithkohën aktiv. Aspekti financiar është shumë i rëndësishëm. Dhe kur e sheh se në Maqedoni ose në Ballkan, me një rrogë si mjek nuk i arrin ato qëllimet e tua, ti plotësosh dëshirat e tua, fillon të shqetësohesh, të stresohesh. Dhe disa herë je i detyruar përveç punës si mjek të merresh me angazhime tjera ose aktivitete të tjera. E kam vërejtur se edhe mjekët e cilët kanë përvojë më të madhe nga pakënaqësia financiare janë edhe shpesh herë nervoz, të pakënaqur dhe kjo pakënaqësi reflekton në trajtimin ose në sjelljen ndaj pacientëve. Në anën tjetër, pacientët nuk e kuptojnë këtë dhe ata më tepër e vështirësojnë situatën. Gjatë punës e vërejnë se ka mungesa nga ato më të thjeshtët deri te më të ndërlikuara, të cilat ta vështirësojnë punën në Ballkan ose në Maqedoni. Çdo ditë merresh me sende banale. Disa herë drita, uji, nxemja, printeri, kompjuteri e kështu me radhë. Por më e vështira ose më problematike është se kur ti e din se mund t'i ndihmosh një pacienti, mirë po për shkak të mungesës së terapisë dhe diagnostikës, ti nuk mund ta bësh atë. Dhe kjo ta vështirëson ende më tepër. Për një gjë të thjeshtë, shembull një infarkt i zemrës, ose një insult i trurit, ose një emboli të arterieve pulmonale, ti në disa spitale të cilat janë regionale nuk mundesh të trajtosh. Por je i detyruar që
këto pacienti dërgohesh në një qendër më të madhe klinike ose universitare. Kjo don kohë, harxhim dhe më në fund përqindja e suksesshmërisë për të trajtuar bie. Ka një afat kohor i cili është i parapar për të reaguar dhe për trajtuar. Në Gjermani, ana pozitive është se ty të ofrohen shumë mundësi. Ke një sistem tjetër i cili është më modern, teknologji më moderne, dhe thjesht mundësia më të mëdhaja si për diagnostik, si për trajtim. Dhe gjë që është më e rëndësishme, nuk kursehet kur bëhet fjalë për shëndet dhe pacient. Dhe kjo ty të motivon, të jep kurajo, sepse normalisht kur i bën këto ose kur i ke këto sende, ti ke edhe rezultat. Efikasiteti i trajtimit ose i diagnostikës është më i madh, dhe kjo ty të kënaq. Përveç kësaj ofrohen kurse, ke ligjërata të ndryshme, ke mundësi të mëdha për zgjidhjen e specializimit, gjë e cila në Ballkan ose Maqedoni disa herë shkon shumë vështirë, ose disa kolegë vuajnë shumë derisa të arrijnë një specializim i dëshiruar. Dhe kur të arrijnë këtë, nuk është mundësia qaq e madhe për të parë raste, ose nuk të ofrohet ai material i duhur që ti të mësosh, të zhvillohesh në karrierë, sepse për fat të keq, suksesi në Ballkan shihet si konkurrencë e jo si një sukses i të gjithëve. Në Gjermani, edhe pse je i huaj, edhe pse nuk të kanë qaq qejf, por prap ato të stimulojnë, të përkrahin që ti të arrish sa më shumë, sepse në fund të fundit ato ti prap të shfrytëzojnë. Të shfrytëzojnë me diturinë tënde dhe me punën që bën. Në fund të fundit prap ti i trajton ato pacient, atë popullat. Dhe në Maqedoni ose Ballkan, profesorët të cilët janë në nivel më të lartë, ti nuk të shohin si pasardhës i tyre, i cili nesër do t'i trajtosh ato njerëz, ato profesor, por ato të shohin thjesht si një konkurrencë dhe mundohen disa herë edhe të shtypin. Një gjë tjetër e cila i pengon shumë mjek në Ballkan ose në Maqedoni është se ka faktorë të jashtëm, sistemi politika të cilat ndikojnë shumë në punën e mjekut. Për të arrish një sukses më të madh ose të përparosh në lëmin tënde, nuk varet vetëm nga aftësitë tua, por varet se a dëshirojnë të tjerë që ti të përparosh ose të jesh i suksesshëm. Dhe tani kur e shef aspektin financiar, kushtet e vështira në punë, suksesi i vështirë për të arritur, stresi i vazhdueshëm nga të gjithë këto, ti vazhdon me kohën që edhe psikikisht edhe fizikisht të biesh ngadalë dhe e hub atë dëshirën, atë moralin për punë. Dhe prandaj disa të cilat nuk mund të pajtohen me këtë, e vendosin ose marrin rrugën për jashtë. Jo të gjithë. Ka mjekë të cilët janë të kënaqur edhe në vendlindje ose në Ballkan. Dhe kam një respekt shumë të madh. Mirë po shumica e di se hasin në vështirësi të ndryshme. Dhe për fat të keq, shumë pak janë ata të cilët marrin ose veprojnë kundër kësaj. Thjesht zhytesh në sistem dhe me kohën ose pajtohesh të jetosh siç është ose siç ka qenë deri tani, ose nëse vepron, nëse mundohesh të bësh një ndryshim i madh, has në vështirësi, në stres dhe ndoshta në pengesa të mëdha. Duhet edhe këtë ta them se edhe në Gjermani nuk është gjithçka perfekte, ka edhe shumë gjëra negative. Shembull, puna birokratike është shumë më e madhe në Gjermani dhe kjo të humb shumë prej kohës, të merr shumë prej kohës që ti duhet çdo gjë ta dokumentosh. Dhe kjo të fut në stres. Disa herë punohet edhe shumë ose më gjatë se sa është e paraparë. Dhe disa herë nuk ke kohë që të shfrytëzosh ato të ardhurat të cilat ti i merr, sepse je i fokusuar të mësosh diçka më tepër dhe të punosh më shumë. Fleksibiliteti i punës, i kohës, disa herë është më i mirë në Ballkan ose në Maqedoni, sepse ka disa
lëvizjet të cilat mund t'i bësh dhe nuk kontrollohet qatë shumë sa këtu. Kjo që ka e them unë, është vetëm mendimi im ose pikpamja ime. Ndoshta shumë për jush nuk do të pajtohen me këtë që e them unë, por gjëra duhet të diskutohen. Duhet që ne të shkëmbejmë eksperienca, përvoja, dhe prej kësaj të nxjerrim diçka pozitive. Nëse keni ndonjë pyetje, lirisht shkruani në koment dhe në vazhdim do mund të diskutojmë edhe pyetjet cilat i parashtroni. Ju faleminderit për vëmendjen dhe shihemi në video tjera.